Procesi I paszgjedhjeve në Kosovë po hyn në fazën përfundimtare, pasi syt mbeten tek numërimi dhe verifikimi I çdo vote. Sipas planifikimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit pritet të shpallen më datën 26 qershor, ndërsa certifikimi I tyre pritet të përfundojë deri më 6 korrik. Megjithatë, afatet mbeten të kushtëzuara nga ecuria e procesit dhe trajtimi I ankesave eventuale, çka mund të ndikojë në kalendarin zgjedhor. Në teren ka nisur numërimi I votave për kandidatët për deputet në disa qendra komunale të numërimit, një proces I cili pritet të shtrihet në të gjitha komunat dhe të përmbyllet vetëm brenda pak ditësh. Krahas kësaj po zhvillohet edhe verifikimi I votave të subjekteve politike, ndërsa në fazat e ardhshme do të numërohen votat me kusht, ato të personave me nevoja të veçanta, si edhe votat e diasporës. Interes të lartë ka shënuar edhe pjesëmarrja e qytetarëve jashtë vendit, mbi 104.000 votues e regjistruar për votim me postë, ndërsa më shumë se 27.000 të tjerë kanë votuar në përfaqësi diplomatike të Kosovës. Numri përfundimtar I votave nga diaspora do të përcaktohet mbas verifikimit të zarfeve dhe kontrollit të listave zgjedhore, me qëllim shmangjen e rasteve të votimit të dyfisht. Ndërkohë edhe votat me kusht dhe ato të personave me nevoja të veçanta do t'i nështrojnë procedurave të verifikimit përpara se të përfshihen në rezultatin përfundimtar. Të dhënat paraprake rendisin lëvizjen vetëvendosje si forcën e parë politike, me rreth 42.9% të votave. Mbasaj vin Partia Demokratike e Kosovës me 21.1%, Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.6%, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 7.2%, si dhe lista serbe me 6.2%. Këto zgjedhje u mbajtën në një klim të brisht politike dhe përbëjnë procesin e tretë zgjedhor brenda pak më shumë se një viti e gjysmë, mbas të shtimit të legjislaturës së kaluar për të zgjedhur presidentin në afatet e përcaktuara me kushtetut.